192 milion kërkesa të themi për ata që janë të IT se kuptojnë të regjistruar në 7 ditë. Kemi patur pikun prej 5.700 kërkesa për sekond dhe nga të dhënat që kemi rezultojnë që një pjesë e madhe e këtyre sulmeve nuk kanë qenë sulme diletantesh, por kanë qenë të organizuara dhe të sofistikuara dhe jo rastësore. Nga jashtë, të gjitha nga jashtë. Dhe kanë qenë të krahasueshme me sulmet që kanë patur edhe vende të tjera për situata të ngjashme si Franca, Gjermania apo Estonia. Po, pyetje. Faleminderit komisioner. Me lejen tuaj kam 3 pyetje që marrin zanafillën nga falënderimi juaj për Partinë Demokratike, kur Partia Demokratike nuk është as pak falënderuese, për kundërzi mendon që standardi të diasporës është cënuar rëndshëm. Pyetja parë që kam për ju është, a mund t'i dini ju për zot sot 222.000 që thatë që kishin marrë zarfet, nëse keni dhe janë administruar firma për secilin rast që ka marrë një zarf? Respektoj opinionin dhe vlerësimet e çdo kujt për gjithë procesin zgjedhor në tërësi të zhvilluar në Shqipëri, po ashtu dhe për votimin nga jashtë. Por e them pa hezitim, jashtë çdo lloj interesi që administrimi i këtij procesi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është model nga çdo pikpamje. Duke thënë këtë, nuk dekurajoj askënd dhe respektoj dhe njoh të drejtën e gjithkujt për ta kontestuar dhe për të prezantuar çfarë është mbështetëse e pretendimeve të tij për çfarë ai mendon subjekti që ky proces nuk është zhvilluar ashtu sikurse do duhet të zhvillohej. Kemi të gjithë dokumentacionin apo elemente të tjerë që konfirmojnë atë çfarë më thash, që ky proces është zhvilluar model dhe çfarë është zhvilluar nën përgjegjësinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve jap garanci të plota që standardi, integriteti i asaj çfarë është administruar nga KQZ është i plot. Kemi të gjitha provat, jemi të gatshëm dhe jemi në gjendje të japim përgjigje çdo lloj kërkese dhe çdo lloj pretendimi për çdo aspekt të cilën KQZ e ka patur nën autoritetin dhe nën përgjegjësinë e vet. Për sa i përket pretendimeve në lidhje me atë se si operatori i shërbimit postar e ka kryer këtë, kjo është një çështje që meriton dhe jam mbështetës i shqyrtimit dhe vlerësimit të çdo pretendimi që lidhet me rregullsinë e operimit të këtij operatori. I kemi kërkuar që të na vënë në dispozicion DL-s dhe sot është data kur ata kanë premtuar që do t'i vendosin në dispozicion Komisioni Qendror të Zgjedhjeve gjithë dokumentacionin i cili besohet, mendohet se tregon se si është bërë operacioni i shpërndarjes së fletëve të votimit të dokumentacionit zgjedhor tek të gjithë zgjedhësit kudo në botë, përfshi këtu edhe Greqinë. Ne do t'ja vëmë në dispozicion kujto, patjetër subjekteve zgjedhore, këtë dokumentacion dhe do t'jetë në gjykimin dhe vlerësimin e tyre konkluzioni që mund të nxjerrin duke shqyrtuar këtë dokumentacion. Është me rëndësi ta theksoj që dhe të gjitha partitë politike e din këtë, jam i sigurt për këtë, që procesi i përgatitjes së dokumentacionit zgjedhor
në Parkun Olimpik. Dorëzimi i këtij dokumentacioni tek operatori i shërbimit postar është një proces i cili garanton 100% integritetin e procesit të votimit nga jashtë, dhe kjo vlen dhe për rastin e kthimit të dokumentacionit zgjedhor nga DL te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Gjithë ky segment është zhvilluar në mbikëqyrjen e plot të përfaqësuesve të partive politike, të organizatave të shoqërisë civile, të medias. Ka qenë një proces i monitoruar dhe i vëzhguar me kamera 24/7, ndaj e them me siguri të plot që çdo gjë aty ka shkuar sikurse do duhet të shkonte dhe sikurse është përcaktuar. Nuk ka as fletë votimi të shtuara, nuk ka as vota të trafikuara. Kjo është pak po e sigurt. Ngelet të vlerësojmë dhe të shqyrtojmë pretendimet që lidhen me se sa është respektuar integriteti i votës së qytetarëve në procesin e marrjes të fletëve të votimit, të zarfeve dhe të kthimit të tyre nëpërmjet shërbimit postar. Të na ndjeni komisioner, po DL ne nuk e kemi ku ta gjejmë të bëjmë pyetje për punën e DL-s do ja bëjmë juve, sepse ju keni kontraktuar DL-n për këtë gjë. Dua t'ju pyes dhe do ta mbyll këtu, nuk e bëj pyetjen e tretë, do i bëjmë 2 pyetje. Nëse sipas jush, a është kuptuar që shërbimi postar në Greqi është nënkontraktuar në kundërshtim me atë që ju kishte nënshkruar një kontratë? Sepse kemi parë ambasadën shqiptare në Greqi, që ju thoshte shqiptarëve që shkonin te Speedex-i apo te Courier Center, ndërkohë që duhet ishte të DHL-ja që ta bënte këtë. Edhe besoj që kjo është e dukshme nëse është nënkontraktuar apo jo. Faleminderit. Shpresoj që ta kuptoni ju dhe gjithë të tjerët çfarë do të them. Ne jemi në një marrëdhënie kontraktuale me DHL-n dhe jemi në momentin kur do duhet të ulemi dhe do të ulemi me atë si kontraktorin ton dhe të shohim se si e kanë përmbushur detyrimin kontraktual. Për momentin nuk mund të bëj komente, jo për momentin, po nuk jam i lejuar që të bëj komente dhe të jap opinione në lidhje me shërbimin e DL-s. Ne do të vlerësojmë kontratën, dhe vlerësimi i kontratës nuk është opinion, është interpretim i zbatueshmërisë së kontratës. Do të ulemi me atë më së pari dhe pastaj do të themi